Kryeministri i vendit Edi Rama ka inspektuar punimet në Lungomare 3 në zonën e Radhimës. Sipas kreut të qeverisë, aty po merr formë një tjetër pjesë e Shqipërisë re turistike, vazhdimi spektakolar i Lungomares së Vlorës në bregun mes qytetit dhe Urikumit. Kreu i qeverisë ka parë nga afër ecurinë e këtij projekti, ndërsa theksoi se ky do të jetë një tjetër investim i qeverisë shqiptare që do të japë zhvillim ekonomisë por edhe turizmit në Vlorë. Të gjithë ata që kanë pronë dhe mund të zhvillohet brenda projektit duhet t'i nështrohen stilit dhe logjikës projektit. Po, dhe është shumë e rëndësishme që të fillojë të bëhet dhe që të mbarojë projekti. Askush mos u lidh të presi se po i shpërshpëtonin nga kjo histori. Ta heqin vetë dhe të bëjnë, dhe kjo është mundësia që i japin dhe rrisin nivelin, rrisin cilësinë, rrisin të ardhurat, edhe ndërkohë e gjitha bëhet një histori e kompletë. Vazhdojmë me oazet të gjelë për ta kryeministën, janë rrugicat që i interceptoj, dhe për to kemi të kompozuar edhe pjesën në tereneve sportive. Në thënë, gjithë kjo akses që ne ecim, deri në fund të qershorit do jetë i shkelshëm deri në 2.2 kilometra. Kreu i qeverisë Edi Rama ka kërkuar nga kompania që po realizon këtë projekt që të mundësoj punime cilësore, por gjithashtu edhe përfundimin e tyre në kohë dhe në afat. Gjatë këtij inspektimi, kryeministri Rama shoqëroi nga kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha. Kjo tash e kalon Lungomaren nga i pamja e cilësisë. Është më private, Është nga cilësisë në kuptimin që ke shumë më tepër hapësirë dhe ke stacionet një natyre tjetër dhe je më larg qytetit, je më pranë natyrës. Ndryshimi është drastik. Po ka qenë kështu. Ripa qenë kështu gardë. Kjo nuk duket, kjo ishte si shtek vish që kalojnë në xhungël. Nuk dili më.